Rëndësishme është t'i ndihmojsh dikuj i cili ka nevojë, t'ja bësh një të mirë, t'i ndihmojsh në momentin kur ai ka një problem, ka një hall, ka një sprovë. Dhe kjo është shumë e çmueshme te Allahu xhalla xhalaluhu. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka një hadith shumë interesant që tregon një moment nga dita e gjykimit kur Allahu xhalla xhalaluhu do ta bëjë një muhabet, një debat shumë interesant me robin e vet, me njeriu. Do t'ja bëj 3 pyetje që njeriu kur nuk i ka shku mendja se Zoti mund ta pyes çashtu ndonjëherë. Allahu dhul xhelal do t'i thot robit të vet, o robi im, kam qenë i smur në dunja dhe ti nuk më ke vizitu. Robi habitet, i thot o Zot, ti nuk smuhesh asnjëherë, si të vizitoj unë. Allahu dhul xhelal i thot, filan robi im ka qenë i smur në dunja dhe ti nuk e ke vizitu. Sikur ta kishe vizitu atë, më kishe gjetë mua ti. Kemi kujdes kjo pjesa kur thot Zoti më kishe gjetë mua ti, jo fizikisht e kishim gjetë Zotin, por me cilësitë madhështore që i ka Allahu dhul xhelal, mëshira, rahmeti, falja kështu me radhë. Pastaj Allahu xhalla xhelaluhu do t'i thot robit të vet, o robi im, të kam kërku ushqim në dunja dhe ti nuk më ke dhënë. Robi habitet prap i thot o Zot, ti s'ke nevojë për ushqim. Si të t'jap ushqim. Allahu dhul xhelal thot, filan robi im të ka kërku njëherë ushqim dhe ti nuk i ke dhënë. Sikur ti kishe dhënë ushqim, e kishe gjetë atë tek unë. Dhe e treta, Allahu dhul xhelal i thot, o robi im, të kam kërku ujë në dunja, kam qenë i etur dhe ti nuk më ke ndihmu, nuk më ke dhënë. Robi prap habitet i thot, o Zot, po ti nuk etesh asnjëherë. Ti s'ke nevojë për ujë, për ushqim, për kurrë, ti je krijuesi gjithësisë, si të të ndihmoj, si të t'jap ujë. Allahu dhul xhelal i thot, filan robi im të ka kërku ujë një herë dhe ti nuk i ke ndihmu, nuk i ke dhënë. Sikur ti kishe dhënë robit tim ujë, ata e kishe gjetë tek unë. Pse e përmenda këtë hadith kaq madhështor të pejgamberit alayhi salatu wassalam? Për ta vërtetuar dhe për ta kuptuar mirë dhe qartë se çka do me thonë ti bësh mirë dikuj, çka do me thonë ti ndihmojsh dikuj kur ai ka nevojë për ndihmën tënde dhe ti ke mundësi ti ndihmojsh edhe ke hapësirë ti ndihmojsh. Çka do me thonë dhe sa e lartë, sa e çmueshme është Allahu dhul xhelal. Prandaj Allahu xhalla xhelaluhu nevojën e robit, momentin kur ti bën mirë ndaj dikujt, e ka ngrit shumë lart. Sa që ka thënë, nëse e kishe vizituar atë smurin, sikur me pas vizitu mu. Nëse i kishe dhënë atij që t'ka kërku, që ka pas nevojë, sikur me pas dhënë mu. Edhe pse ne e dim se Allahu xhalla xhelaluhu nuk ka nevojë për kurrë hiç. Ai është Allahu, Zoti absolut, edhe ai është krijuesi gjithçkahi. Ushqimi, smundja, uji, gjitha këto nevoja i kemi ne krijesat. Allahu dhul xhelal s'ka nevojë për këto. Po Allahu xhalla xhelaluhu don të na mësojë neve me këtë se sa e rëndësishme është t'i bëjmë mirë dikujt, t'i ofrojmë një ndihmë dikujt kur ai ka nevojë. Kanë thënë dietarët, njerëzit janë robët e Zotit në tokë. Kush i kënaqen robët e Zotit, e ka kënaqur vetë Allahun xhalla xhelaluhu. Ky është qëllimi madhështor që e ka njeriu në jetën e kësaj bote, të bëjë mirë ndaj të tjerëve, aq sa ka mundësi edhe aq sa ka hapësirë. Shpërblimi është i padiskutueshëm te Allahu xhalla xhelaluhu. Prandaj gjithmonë në për ajetet kuranore, në për hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam